Kosova ka nevojë për një drejtim dhe një kapitull të ri. Një drejtim ku politika flet për zhvillim ekonomik, por edhe e zbaton atë që flet. Ku politika flet dhe krijon vende të reja të punës, ku politika merret me investime, ku politika merret me shkolla më të mira e shëndetësi më cilësore, ku politika arrin suksese për Kosovën kudo në botë, deri në shtëpinë e bardhë e jo ankesa e konflikte të pafundme. Unë e di që ju jeni lodhur nga zhurma dhe e di që kërkoni rezultate konkrete. Prandaj, ju bëj thirrje, kërkoni shpresë për veten, për fëmijët tuaj, kujdes më të mirë nga shteti, pleqëri më të dinjitetshme për familjarët tuaj të moshuar. Kërkoni një të ardhme shumë më të mirë për rininë në Kosovës. Kërkoni dritë për Kosovën tonë. Prandaj edhe bashkë me kandidatin tonë për kryeministër Lumirin dhe gjithë këta kandidat për deputet, e ju në Malishev e keni deputetin e ardhshëm Gzim Hazrollin, ne kemi hyrë të gjithë bashkë në këtë garë me një mision të qartë. Dhe ky mision është që ta bëjmë Kosovën më të fortë, më të zhvilluar e më me perspektivë brenda.